Implementimi i projektit të titulluar Qendra Kombëtare e Monitorimit të Trafikut për zbatimin e sistemit inteligjent të transportit, i cili ka për qëllim përmirësimin e sigurisë rrugore, po vazhdon edhe në Vlorë. Në hyrjet e autostradës 100 vjetor i pavarësisë është vendosur tashmë edhe ekrani LED, i cili do të përdoret për të dhënë paralajmërime për drejtuesit e automjeteve. Në këtë ekran do të paraqiten për drejtuesit e mjeteve vizualisht shpejtësia e lejuar për të qarkulluar në këtë segment rrugor, por edhe do të ketë një thirrje drejtuar të gjithë drejtuesve të automjeteve të udhëtojnë me shpejtësinë e lejuar e të tregojë kujdes përgjatë gjithë qarkullimit rrugor. Gjithashtu, si pjesë e këtij projekti në Vlorë, ka nisur edhe vendosja e shtyllave prej çeliku në lartësi të konsiderueshme. Këto shtylla do të përdoren për vendosjen e kamerave të sigurisë. Në to do të vendosen kamera sigurie me monitorim 360 gradë, të cilat do të bëjnë të mundur vëzhgimin e të gjithë autostradës në çdo drejtim. Kamerat do të vendosen në një lartësi të konsiderueshme për të patur sa më tepër fush pamje për vëzhgim. Krahas punës për ndërtimin e strukturave metalike të kamerave të sigurisë, në Vlorë ka nisur po ashtu edhe ndërtimi i bazamentit, se ku do të vendosen aty tabelat informuese të trafikut. Tabelat do të jenë me strukturë metali që do të krijojnë mbi rrugën ku do të kalojnë automjetet. Në të dy anët e rrugës, në to do të vendosen këmbë metalike. Tabelat do të tregojnë kryesisht shpejtësinë e qarkullimit rrugor në këto akse, si dhe do të shfaqin thirrje për reduktim të shpejtësisë dhe zbatim të rregullave të qarkullimit. Këto tabela do të jenë të vendosura përballë drejtuesve të automjeteve, pra në kat të kundërt nga njëra tjetra, në varësi të sensit të qarkullimit që ato do të kenë mundësi të shihen.